E tani, edicionit të vazhdojmë me bisedën e paralemruar për këtë edicion, pra në një lidhje direkte kemi Besar Gërgin nga grupi për studime politike dhe juridike, me cilën të flasim për mesazhe që i pam gjatë turit të saj në Ballkanin Perëndimor të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Atëherë, Besar, përshëndetje dhe faleminderit që je në këtë lidhje direkte sot me ne. Përshëndetje Donik, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Atëherë, Besar, e kemi parë që në orët e vizites von der Leyen ka qëndruar edhe në Kosovë, por nëse flasim fillimisht për vizitën e saj dhe mesazhet që pati për Serbinë atje, si ke parë, duke që ishin kërkesa më specifike dhe më konkrete të von der Leyen kësaj here për presidentin e Serbisë atje? Atëherë, kur flasim për vizitën e zonjës von der Leyen, tashmë mund të themi se ajo është bërë si një lloj tradite, çdo vit viziton rajonin tonë dhe nëse mbani mend pikërisht vitin e kaluar në muajin tetor përsëri e kishte vizituar rajonin. Por se kësaj herë në Serbia ishte pak më konkrete në kërkesat e saja, bëri thirrje për më shumë reforma në sundim të ligjit, në media të lirë, mes rreshtash e kritikoi edhe pak përgjigjen e shtetit serb ndaj protestave, ku ajo ftoi shtetin serb që të respektojë të drejtën për tubim paqësor, por se duke qenë se në përgjithësi toni i saj gjatë këtij turi ka qenë më pozitiv, ka qenë një mesazh politik se dyert e Bashkimit Evropian janë të hapur ndaj Ballkanit Perëndimor, nuk ka zgjedhur që të çortoj publikisht shtetin serb, por vetëm disa mesazhe, le të themi, pak më të koduara drejt udhëheqësve të këtij shteti. Po, dhe kur flasim për rrugtimin evropian të Serbisë, aktualisht, Besar, si e sheh rrugtimin, sa larg është Serbia duke parë edhe këto zhvillimet e brendshme që aktualisht po ndodhen atje? Kur flasim për integrimin evropian të një vendi, zakonisht kemi të bëjmë me kriteret politike dhe kriteret teknike. Sa i përket kritereve teknike, Serbia i ka hapur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, por në vitet e fundit ka një ngesje totale për arsye të problemeve që i ka me demokraci, për problemeve që i ka me Kosovën, por po ashtu edhe për refuzim të vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë. Prandaj në rrafshin teknik ky proces është i ngritur. Tani çfarë donte zonja von der Leyen të bënte me vizitën e saj të fundit, ishte të jepte një mesazh se nëse ka lëvizje nga ana serbe në këto pika, për hapjen e kapitujve të rinj dhe nëse mbajmë mend para kësaj e vizitoi edhe Shqipërinë dhe Malin e Zi, dy vende të cilët janë duke përparuar mjaft mirë në rrugën e tyre për integrim në Bashkimin Evropian. Mali i Zi ka hapur tashmë të 6 klasteret të nevojshëm për negociata, ndërsa Shqipëria i ka hapur 5 nga 6 dhe është në proces që të hapë edhe këtë të fundit. Kështu që mesazhi është se nëse i bëni detyrat e shtëpisë, atëherë dera është e hapur. Po, megjithatë, a mund të pritem, Besar, kushëzime ndaj Serbisë dhe cilat do të ishin pasojat në rast se Serbia vazhdon të mos parafroj politikat e saj me ato të Bashkimit Evropian? Po në këtë gjendje në të cilën është Serbia tani, ajo nuk ka një të armë evropiane, kjo është më së e qartë. Tash problemet më të mëdha në Serbi për momentin janë protestat që po vazhdojnë për gati një vjet dhe nuk kanë të ndalur. Më 1 nëntor do të bëhet 1 vjetori i shembjes pjesës së stacionit të trenave në Novi Sad, pra vendi ku humbën jetën 16 shteta serb dhe pak a shumë shkaktari i gjithë këtyre protestave. Pritet një protestë masive nga opozita serbe dhe të gjithë vëzhguesit perëndimor do të shohin se si Serbia do ta përballojë, si shteti serb më saktë themi do ta përballojë protestën që është paralajmëruar. Pastaj sa i përket marrëdhënieve të saj me Rusinë, Bashkimi Evropian ka treguar shumë mirëkuptim, mbase ka treguar më tepër mirëkuptim se sa që ishte dashur. Dhe nëse përcjellim ditëve të fundit, sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj NIS-it, pra industrisë së naftës dhe gazit në Serbi, kanë hyrë në fuqi. Ato po duket se kanë efekt më të madh që Serbia të largohet nga Rusia në këtë sektor, sesa çfarë do lloj le të themi incentive pozitive që i kanë dhënë këtij vendi. Dhe po ashtu për fund fare është problemi i Kosovës. Në mars të vitit 2023 është nënshkruar një marrëveshje që në publik po njihet si marrëveshja e Ohrit. Aty parashihet që Serbia ta njohë Kosovën de facto dhe pa e bërë këtë
përsëri Serbia nuk ka një shtek të hapur për Bashkimin Evropian. Pra këto janë tre problemet kryesore të Serbisë, problemet e brendshme me protesta, marrëdhëniet me Rusinë dhe njohja e Kosovës. Pa i zgjidhur këto të trija, Serbia nuk ka një perspektivë. Ndërkohë, Besar, nuk e di nëse po më dëgjon sepse duket që ke pak zhurën prapa atje ku gjendesh në zyre, por si ke parë mesazhet që von der Leyen i pati në Kosovë dhe fillimisht dua të pyes si e ke parë vizitën e saj në Kosovë, sepse kryeministri në detyrë e ka pritur, nuk e ka pritur në zyret e tij, por ka pasur një takim brenda kuvendit Kosovës. Atëherë nëse krahasojmë vizitën që ajo e bëri në Kosovë me vende të tjera, atëherë kishte disa faktorë le të themi pak më negativ që i dhanë një shije jo fort të mirë kësaj vizite. E para se që përmendet ishte takimi saj me kryeministrin në detyrë Putin në ambientet e kuvendit. Kjo tashmë dihet se është politika e Bashkimit Evropian si pasojë e një letre që zyra e BE-s në Kosovë e kishte dërguar në adresë të zyrës së kryeministrit. Ja kishte bërë të qartë se zyrtarët e BE-s nuk do ta takojnë në ndërtesën e qeverisë. Dhe kjo edhe një herë thekson nevojën që Kosova ka nevojë për një qeveri me mandat të plotë sa më shpejt që është e mundur. Dhe tjetra është se ajo nuk ka bërë asnjë konferencë për shtyp që e ka bërë në Shqipëri, në Bosnjë, në Serbi. Dhe kjo përsëri nuk është një indikacion shumë pozitiv për neve, sepse vitin e kaluar ajo kishte kaluar më tepër kohë gjatë vizitës dhe kishte adresuar edhe mediat, do të ishte shumë më pozitive për vendin tonë nëse ajo do ta bënte edhe këtë. Prandaj këto mesazhe në mes rreshtas që i dha, por po ashtu edhe nëse shohim postimin e saj në rrjetin X me tre kërkesa konkrete për vendin ton, mund të shihet se toni i komunikimit të saj nuk ishte aq pozitiv se në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Dhe si e sheh këtë kërkesën për depërshkallëzim të tensioneve? A konsideroni që ka ende tensione të cilat do duhej Kosova të punonte në uljen e këtyre tensioneve dhe pastaj vim te kjo kërkesa e presidentës që e pati për heqjen e masave? Po, kjo më shumë duke si një lloj mbetje burokratike në fjalimin e saj, sepse dihet që politikanët e mëdhenj në botë nuk i shkruajnë vetë fjalimet e tyre, por zakonisht kanë ndihmës, njerëz që përcjellen situatën që u shkruajnë disa pika kryesore, dhe sa i përket përshkallëzimit të tensioneve në veri, çfarë mund të themi është se të dielën ka pasur zgjedhje lokale atje, ka pasur një pjesëmarrje të mirë, ka pasur zgjedhje të lira dhe ferm të serbëve në Kosovë që nuk e kanë këtë në Serbi, dhe në këtë kontekst të kërkohet më tutje depërshkallëzim në veri nuk tingëllon shumë realistike. Tashmë duhet të flitet për heqjen e këtyre masave, sepse nëse shkojmë prapa edhe në marrëveshjen e Bratislavës që kishte bërë zëvendës kryeministri Bislimi me të dërguarin e asaj kohe të Bashkimit Evropian Lajçak, pika e fundit dhe kryesore ishte organizimi i zgjedhjeve lokale. Tani jemi këtu, zgjedhjet janë organizuar, ato kanë shkuar përse-mbari dhe nuk ka më arsye realistike për të folur për tensione në teren. Po, dhe a ka mundësi tjera liderët e Kosovës që përveç këtyre takimeve ta ngrisin këtë çështje e heqjes së masave, duke konfirmuar atë që po thua ti se tashmë janë plotësuar gjitha kushtet për heqjen e këtyre masave? Po, kur flasim për masat, fatkeqësisht heqja e tyre varet nga Këshilli dhe aty të gjithë 27 anëtarët e Bashkimit Evropian kanë të drejtën e vetos. Prandaj zonja von der Leyen, si kryetare e Komisionit, nuk mund të jap premtime në emër të Këshillit. Kjo është e qartë, por i takon qeverisë sonë dhe institucioneve tona që bëjnë diplomaci dhe lobim aktiv në Bruksel dhe në kryeqendrat europiane në mënyrë që t'i bindin të gjithë vendimmarrësit për nevojën e heqjes së masave që vazhdojnë për më shumë se 2 vite ndaj Kosovës. Po, Besare, kemi parë që mes rreshtas njëra prej kërkesave ka qenë edhe çështja e ratifikimit të marrëveshjeve që lidhen me planin e rritjes. Apo mbesim me reforma mbrapa edhe mund ta pasojë Kosova si pasojë mos ratifikimit të këtyre marrëveshjeve brenda kuvendit për shkak të mos formimit të institucioneve? Po tash kur flasim për integrimet europiane të Kosovës, ndonjëherë faji është te Bashkimi Evropian, siç është rasti i masave, pra siç e tham për shkak të mënyrës çuditshme se si u vendosen ato dhe për heqjen e tyre tashmë duhet vendimi pro i të gjithë vendeve anëtare. Ky është faji le të themi plotësisht në anën e tyre. Ndërsa sa i përket planit të rritjes, faji është komplet në anën tonë, se marrëveshja është nënshkruar me Bashkimin Evropian, janë 2 marrëveshje, njëra është më tepër politike, tjetra financiare, dhe e gjitha çfarë duhet të bëjmë ne është që ta ratifikojmë në kuvend
dhe në momentin e ratifikimit, ose brenda le të themi pak a shumë një jave, do të ekzekutoshin diku rreth 63 milion euro për Kosovën nga fondi i planit të rritjes, pra një lloj parapagese prej 7%, dhe duke u vonuar kështu me ratifikim, sepse dua të rikujtoj, do të thotë qeveria ka propozuar marrëveshjen për ratifikim në kuvend me 4 dhjetor të vitit të kaluar. Pra kanë kaluar tashmë më shumë se 10 muaj, po bëhen gati një vjet prej se marrëveshja ka arritur në qeveri, por nuk po ratifikohet, nuk po votohet nga deputetët, dhe çdo ditë që vonohet padyshim përkthehet në kosto financiare për neve, por po ashtu kjo edhe na bllokon në fusha të tjera, sepse kur flasim me zyrtarët nga Brukseli, i bëjmë thirrje që për shembull Kosovës tani duhet t'i jepet statusi kandidat dhe të hapen negociatat për antarësim. Ata thonë, pikë pari merruni me planin e rritjes, janë diku rreth 883 milion euro, na tregoni neve se jeni të aftë që të administroni këtë, dhe pastaj padyshim se do të hapen rrugët tuaja për negociata. Tash kjo si arsyetim sa qëndron e sa nuk qëndron mbetet të diskutohet, por padyshim është problemi të ana jonë që nuk kemi qenë në gjendje që ta ratifikojmë këtë marrëveshje dhe ta zbatojmë këtë plan në një përqindje të suksesshme, e cila do të ishte një argument shumë i fortë në anën tonë që do të themi tani është momenti i dur. Po, dhe ka rrezik që për shkak këtyre vonesave të ratifikimit marrëveshjeve ndonjë pjesë e këtyre mjeteve të pezullohen ose të humbasin fare, apo cilat janë procedurat, ai nëse ke një uri për to? Po, patjetër, ne si GLPS bëjmë monitorimin e zbatimit të agjendës së reformave, prandaj kemi bërë edhe një raport për zbatimin sa i përket 2 semestrave të parë. Atëherë, plani parashet që në 7 semestra, çdo 6 muaj, pra nga pjesa e dytë e vitit 2024 deri në fund të 2027-s, Kosova t'i kryej një sër reformash, 111 në total, dhe për çdo hapa të reformave që i kryen, do të merr një pjesë të hollave të dedikuara nga ky plan. Tash problemi është se duke qenë se nuk e kemi ratifikuar marrëveshjen, ligjërisht nuk mund të përfitojmë asnjë sen nga kjo. Por po ashtu, duke mos pasur një qeveri me mandat të plot dhe duke mos pasur një kuvend që mund të votojë ligje, strategji apo masa të tjera të nevojshme për zbatimin e këtij plani, ne po ngjesim prapa. Pra, për shembull, ka masat të cilët janë disa hapa në disa semestra, për shembull, parashihet që deri në dhjetor të vitit 2024 të votohet një ligj. Pastaj në pjesën e parë të vitit 2025 të jetësohet agjencia që lind nga ai ligj dhe pastaj të jetësohet një fond, pra shkon zinxhir. Çdo ditë që ne vonohemi në zbatim të kësaj, ky zinxhir mbetet, le të themi, pezull dhe punët zvarriten. Dhe nuk do mend se sa më shumë që të zvarritet kjo, aq më shumë do të humbasim fonde financiare dhe do të humbasim një lloj kredibiliteti politik që e kemi pasur në Bruksel. Po, dhe Besar, si kuptohet kjo, s'po di nëse e kemi pasi që duke që kemi probleme teknike me Besarin, regjia do të më njoftoj pas pak nëse mund të kemi rikthim të sinjalit. Besar, a më dëgjon? Okej, Besar, a na dëgjon? Po, ju kërkoj ndjes. Po, duke që ka probleme të sinjalit, dhe sa i përket këtij planit rritjes, Besar, tani si do të kuptohet të gjitha këto mjete financiare që ndohen për vendet e Ballkanit Perëndimor, a mund të më shumë si një integrim ekonomik para këtij antarësimit ose integrimit politik në BE, apo si do duaj, sa për ta sqaruar për opinionin? Pra, qëllimi i këtij plani është që të financojë disa nga reformat e domosdoshme në këto vende për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe po ashtu që të rrisë standardin e jetesës për arsye që në momentin që të vijë puna për antarësim në Bashkimin Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor të mos shihen si vende të prapambetura ekonomikisht, por të shihen si vende që janë të zhvilluara ekonomikisht dhe mund të kontribuojnë ekonomikisht në Bashkimin Evropian. Prandaj një shumë prej 6 miliardë eurosh për rajonin tonë për diku rreth 3 vjet e gjysmë sa është parapar ky projekt, është një shumë jashtëzakonisht e madhe dhe duhet të merret me shumë seriozisht qoftë nga qeveria, qoftë nga kuvendi dhe të gjithë partitë politike në vendin tonë. Po, dhe Besar,
përveç kësaj çështjes së planit të rritjes, cili është dëmi që është bërë vendit, kanë kaluar më shumë se 10 muaj që nuk kemi institucione funksionale sa i përket integrimeve evropiane. A mund konsiderohet si viti i humbur në diplomaci dhe integrime evropiane, pasi që duket që nuk kanë mundur bën hapa konkret sa i përket integrimeve, apo jo? Po fatkeqësisht keni të drejtë, mund lirisht ta konsiderojmë këtë si një vit të humbur, sepse nëse shkojmë prapa, zgjedhjet u mbajtën me 9 shkurt. Para asaj kishim fushatën zgjedhore, shkojmë në fillim të vitit, pra duke pasur parasysh edhe periudhën pas vitit të ri dhe para fushatës zgjedhore, mund të themi se që nga fillimi i vitit deri më tani nuk kemi pasur një progres domethënës në këto fusha, pra në integrim evropian dhe në diplomacinë në vende perëndimore që do ta shtyjnë të përpara integrimin evropian. Tash nëse shikojmë edhe në muajt e ardhshëm, bisedat qoftë nga partia që kanë qenë në pushtet, qoftë nga partitë që kanë qenë në opozit, janë më tepër rreth zgjedhjeve të reja sesa formim i një qeverie brenda kësaj legjislature, që do të thoshte në rastin më optimal do të humnim edhe 3 muaj të tjerë, duke marrë parasysh pra periudhën parazgjedhore, zgjedhjet, numrimi i votave, certifikimi e të tjera. Nuk kemi më kohë për të humbur. Ky ishte edhe mesazhi i zonjës von der Leyen që tha krijoni institucionet dhe ratifikoni sa më shpejt marrëveshjet. Dhe viti 2025 po është i humbur, po le të shpresojmë që së paku në vitin 2026 të kemi përparime domethënëse në këtë fushë. Po, megjithatë sa i përket rrugës evropiane të Kosovës, antarësimit saj në Bashkimin Evropian, cila është pengesa kryesore që do ta vazhdoj ta pengojë rrugën evropiane të Kosovës kur flasim për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian? Po pengesa më e madhe nuk do të diskutojmë është mos loja e pavarësisë së Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, dhe përderisa situata të vazhdojë kështu ne do të kemi probleme, por se duhet të kujtojmë se në momentin që ka pasur vullnet në anën e Bashkimit Evropian, ka pasur mënyra kreative për tejkalimin e këtyre. Për shembull, nëse shkojmë pak vite më përpara, para nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, kishte shumë zëra që ishin kundër kësaj marrëveshje, sepse në një mënyrë Bashkimi Evropian deri diku e njeh shtetësinë e Kosovës kur e nënshkruan një marrëveshje të tregtisë së lirë. Por aso kohë kishte një vullnet madh nga ana e Bashkimit Evropian dhe u zgjedh një mënyrë, le të themi, për tejkalimin e vetove të anëtarëve. Dhe ne duhet të punojmë shumë për kultivimin e marrëdhënieve me këto vende në mënyrë që nëse kur bie puna për marrjen e statusit kandidat dhe hapjen e negociatave, nëse nuk votojnë kundër, së paku të abstenojnë, pak a shumë në një situatë të ngjashme që Greqia ka bërë për shembull me aplikimin tonë në Këshillin e Evropës, nuk ka votuar por ka abstenuar. Kjo do të ishte një situatë, le të themi, më optimale që mund të shpresoni, por kjo padyshim do shumë lobim, do shumë diplomaci nga qeveria e Kosovës. Po, dhe kur flasim për Ballkanin Perëndimor në tërësi, tani ku është Ballkani Perëndimor sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, po shohim që 2 shtete janë afër antarësimit, megjithatë i gjithë Ballkani tani sa vite do t'i duhen për t'u antarësuar? Po tash pas fillimit të pushtimit të Ukrainës nga ana e Rusisë, ka lindur një, le të themi, diskurs në Bashkimin Evropian për nevojën gjeopolitike të zgjerimit. Dhe në këtë kontekst, më së shumti kanë përfituar Shqipëria dhe Mali i Zi, Serbia dhe Kosova për arsye të problemeve bilaterale që i kemi, nuk kemi mundur të përfitojmë. Macedonia bllokohet nga Bullgaria për shkak të çështjes së emrit dhe identitetit, ndërsa Bosnia Hercegovina, siç e dim, ka probleme të brendshme në qeverisje. Kështu që në fazën më të mirë të hapjes së negociatave janë pikërisht Shqipëria dhe Mali i Zi. Por se duhet të theksojmë se ka pasur diskutime në disa çarche të ndryshme, se thuhet se deri në vitin 2030 mund të antarësohen nëse jo gjithë vendet të Ballkanit Perëndimor, atëherë së paku Shqipëria, por edhe Mali i Zi. Duhet të theksojmë se nëse kthehemi prapa, thash, kemi kritere teknike dhe politike. Unë nuk dyshoj që mbase Shqipëria dhe Mali i Zi mund t'i përmbushin këto, pra të mbyllen të gjitha kapitujt në negociata, është jashtëzakonisht e vështirë, por mbase edhe mund të ndodhë. Por problemi është që në momentin që azëm hipotetikisht Shqipëria nënshkruan marrëveshjen e antarësimit me Bashkimin Evropian, kjo marrëveshje duhet të ratifikohet në të 27 parlamentet e vendeve anëtare.
Dhe këtu kemi një problem shumë të madh politik, sepse siç e dim, konteksti politik në të cilën ndodhet Bashkimi Evropian nuk është dhe aq i lehtë. Nëse shohim vetëm Francën për shembull, për 2 vjet kanë pasur 5 kryeministra, 5 qeveri, dhe kuvendi francez nuk është në gjendje që të miratojë buxhetin shtetëror. Nëse flasim për buxhet, është një nga, le të themi, funksionet më elementare të një parlamenti. Atëherë nëse nuk ka konsensus politik për kalimin e buxhetit, do të jetë shumë e vështirë që të ketë konsensus rreth 2/3 për ratifikimin e një marrëveshje të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe sidomos është rëndësishme të thuhet se duke marrë parasysh rritjen e ekstremit të djathtë në mbar Evropën, do të kemi jashtëzakonisht probleme në ratifikimin e këtyre marrëveshjeve në parlamente kombëtare. Po, dhe tani kur e përmend Shqipërinë, çka po i bie, a do të vazhdojnë kriteret politike për Kosovën të jenë edhe më të ashpra, duke i ditur edhe këto problemet me dialogun dhe problemet me Serbinë? Po tash ne fatkeqësisht e kemi një handicap që është dialogu me Serbinë, dhe dialogu nga vetë fjalë do të thotë që i përfshin 2 palët. Kur njëra palë nuk ka dhe interes, nuk ka vullnet të mirë për dialog, penalizohet edhe pala tjetër që në këtë rast i bie ne. Nëse e përmendëm marrëveshjen e Ohrit, Serbia ka deklaruar haptazi që nuk do ta respektojë, nuk do ta njohë Kosovën de facto, nuk do ta përkrahë aplikimet e saj në organizata ndërkombëtare e të tjera. Dhe mos pasja progres në këtë aspekt po na penalizon neve politikisht, por është shumë e rëndësishme të thuhet se pikërisht për këtë arsye ne duhet t'i kryejmë detyrat e shtëpisë në aspekte teknike. Pra, të aplikojmë planin e rritjes, marrëveshjet për planin e rritjes, të zbatojmë sa më shumë agjendën e reformave, në mënyrë që të themi, shikoni, teknikisht jemi jashtëzakonisht të përgatitur për anëtarësim, vetëm na hapni dyert politike, dhe në momentin që kjo ndodh, ne me meritën tonë do të anëtarësohemi në Bashkimin Evropian. Duke ngesur kështu në kriza siç jemi tani, po e japim argumentin më të fortë vendeve mosnjohëse për bllokimin e Kosovës në rrugën e saj evropiane. Okej, atëherë Besart, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për gjitha këto informacione. Ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ka qenë Besart Gërgj nga grupi